Dashur shikues të Radio Televizionit Shqiptar, ja kur I takojmë së bashku si çdo të hënë dhe të njëjtën në orën 21 live me ne dhe ekonomia. Sot në pjesë të parë të emisionit do të flasim për zhvillimin e infrastrukturës hekurudhës në Shqipëri, ku së fundmi Bashkimi Evropian ka akorduar një fond për 700.000 eurosh për të le të themi standardizuar jo vetëm transportin hekurudhor, por edhe cilësinë e arsimit për të gjithë ata të cilët do të kenë mundësinë që të punojnë në këtë sektor. Ndërsa në pjesë të dytë do të flasim për arsimin profesional, ku së fundi Ministri I Ekonomisë, Inovacionit Blendi Goxhe ka njoftuar se në muajin korrik do të hapen regjistrimet për arsimin profesional dhe do të jepen mbi 2500 bursa studimi, por cili do të jetë tregu I cili do të ngjall më shumë interes dhe cilat do të jenë kategoritë e të rinjve që do të përfitojnë nga këto bursa, do ta diskutojmë vetëm në pjesë të dytë. Si fillim ndjekim insertin përgatitur lidhur me zhvillimin infrastrukturor në Shqipëri dhe më pas kthehemi në studio për ta diskutuar së bashku. Me 3 projekte në zbatim, sektori hekurudhor ishte në qendër për gjatë vitit 2024, ndërsa viti 2025 pritet të shënojë avancimin e tyre, si dhe nisjen e projektimit për 3 linja të reja, duke synuar ngjalljen e transportit me tren për qytetarët dhe mallrat. Projekti më I avancuar është linja hekurudhore Tiranë-Durrës dhe ndërtimi dhe gëzimi I rritrit të aeroportit të Rinasit. Deri në fund të 2024-s, volumi I punimeve arriti në 80%, ndërsa u siguruan fonde edhe për ndërtimin e 8 stacioneve të kësaj linje hekurudhore. Bashkimi Evropian do të ofrojë 700.000 euro për të mbështetur rinjëzimin e sistemit hekurudhor shqiptar me standardet evropiane, forcimin e institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e hekurudhave dhe trajnimin e punonjësve. Së fundmi, BE në bashkëpunim me qeverinë shqiptare kanë hapur një tender për të mbështetur zbatimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian në sektorin hekurudhor shqiptar përmes krijimit dhe ndërtimit të kapaciteteve të autoriteteve dhe sistemeve të kërkuara hekurudhore. Objektivi I kësaj kontrate është të kontribuojë dhe të ofrojë mbështetje për sektorin hekurudhor shqiptar, me qëllim për afrimin e politikave dhe legjislacionit të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, të ndërtohen kapacitete administrative për zbatimin e plotë dhe në mënyrë efektive të politikave sektoriale dhe legjislacionit të miratuar. Do të ofrohet mbështetje në hartimin e kuadrit ligjor hekurudhor në përputhje me legjislacionin e BE-s, përmirësimin dhe forcimin e kapaciteteve institucionale të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe autoriteteve të tjera hekurudhore shqiptare, përmes aktiviteteve të ndërtimit të kapaciteteve, me fokus të veçantë për afrimin dhe zbatimin e akuis të BE-s. Bashkimi Evropian do të ofronte 700.000 euro duke përjashtuar këtu TVSH për zbatimin e këtij projekti për gjatë 15 muajve. Pavarësisht se 2 kompani prezantuan ofertat e tyre, tenderi u mbyll pa fitues, kjo për arsye të tërheqjes ose mosplotësimit të kritereve nga ana e kompanive. Përmes planit ekonomik dhe të investimeve për Ballkanin Perëndimor 2021-2027, Bashkimi Evropian ka zhvendosur një pjesë të fondeve në drejtim të zhvillimit të transportit hekurudhor në rajon. Korniza e investimeve Ballkanit Perëndimor parashikonte riabilitimin e 11 hekurudhave për gjatë korridorëve kryesore në periudhën 2024-2030, rreth 196 km në Shqipëri, 192 km në Serbi, 101 km në Kosovë, 88 km në Maqedoninë e Veriut dhe 74 km në Malë të Zi. Infrastruktura në Shqipëri është në zhvillim, ndaj dhe Bashkimi Evropian ka akorduar një fond për 700.000 euro shkështu për hekurudhat. E unë kam kënaqësinë të diskutoj për këtë çështje në studio me Sadidin Xhelikun, ekspert në fushën e transportit. Kënaqësi ju kemi në studio. Faleminderit profesor. Në vëmendje në fakt kanë qenë hekurudhat në Shqipëri së fundmi, duke marrë në konsiderat jo vetëm atë e cila do të na lidh me Kosovën, por gjithashtu edhe ajo e Durrësit është një tjetër projekt interesant dhe që pritet në fakt që të realizohet së shpejti. E së fundmi, Bashkimi Evropian ka akorduar një fond të konsiderueshëm lidhur me hekurudhat në Shqipëri. Si pritet që të ndikojë ky fond? Po, hekurudha në fakt deri para 2 vjetësh nuk ka qenë vëmendjen e Bashkimit Evropian. Sepse nëse do kthehemi mbrapsht në kohë, nga viti 94 e pas, ishte nisma e Bill Clintonit, më thënë e korridorit 8, që parashikonte zhvillimin e tërësisë të transportit. Përveç naftsjellësit, gazsjellësit, aeroporteve dhe porte, kishte hekurudha prioritet në atë kohë. Po të filluar dhe të financonte SBA-ja në atë kohë. Pastaj pati një heshtje, me sa duket pozitat gjeostrategjike, domethënë ndryshuar në Europë, dhe ata nuk ishin të interesuar të mbështeteshin hekurudhën shqiptare, sepse nga njëra ne ishim të interesuar për korridorin 8, Turqia për korridorin 4, 10, 12, Greqia të 10-in, Serbia për prapë të 12-in e kështu me radhë, nuk ishin të interesuar, dhe kështu mbeti.
me qenë se Ekurudha kërkon fondet mëdha, nuk bëhet fjalë për aq fond sa theti, domethënë shumë herë më tepër se aq, u la paldrohet sepse qeveritë shqiptare njëra pas tjetrën nuk kishin fuqi ta financonin, por edhe nuk kishin shumë komod për të marrë kredi nga bankat e tjera. Me sa duket pozicionin politik, konflikti i Rusisë me Ukrainën, bëri, domethënë, e futin fokus zgjerimin e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë kuadër, një nga masat ndër tjera ishte edhe mbështetja e Ekurudhës. Ndërkohë, në fakt, ky projekt së fundmi, ose ky fondi i akorduar së fundmi synon jo vetëm standardizimin e infrastrukturës në Ekurudhë, por gjithashtu dhe standardizimin e të gjithë atyre punonjësve të cilët do të kenë mundësinë që të punojnë pranë këtyre sektorëve, le të themi. Kështu që me sa duket me këtë standardizim që Bashkimi Evropian kërkon që të ndodhë në Shqipëri, duket sikur jemi një hap më pranë tyre, apo jo? Po. Dhe diku po, sepse bëhet fjalë deri tani për rrjetin Ekurudhor. Nuk bëhet fjalë për Ekurudhë. Rrjeti Ekurudhor do kërkojnë shpenzime shumë më tepër, domethënë elektrifikimi i Ekurudhës, po mjetet lëvizje kryesorja. Ekurudha do vagona mallrash, do vagona pasagjerësh, do lokomotiva, dhe këto kustojnë jashtë mase. Asgjë nga këto nuk kanë planifikuara në fondet, jo vetëm BE-s, po dhe fondet e buxhetit shtetit. Nuk kanë planifikuar dhe ata kustojnë shumë. Është vërtet që ne po shkojmë drejt standardizimit, kodi Ekurudhor është bërë me kohë, domethënë edhe pak a shumë ne kemi të njëjtin kod Ekurudhor me vendet e Bashkimit Evropian, sepse pjesë nga ato kode kemi marrë, por them që Ekurudha i përket deri në vitin 2030, nëse do të mund të bëjmë një diçka. Nuk kemi gjëra shpejta. E shpejta është vetëm kjo Rinas Durrës Rinas Tiranë, por edhe kjo mjetet lëvizje deri në këtë moment që po flasim bashkë, nuk kanë marrë fare, nuk kanë importuar. Domethënë, vërtet do jetë me 2 deri në 3 vagona, se aq nevoja ka për momentin, po ajo do lokomotivën, do vagonat e udhëtarëve, kështu që jemi në pritshmëri, domethënë, të standardit. Sa kaq nga ana tjetër, si pritet që të ndikojë, le të themi, ky linjëzim me standardet europiane në rritjen e tregut të mallrave dhe shërbimeve, sikurse ju e cekët pak? Duhet pranuar i fakt që edhe më vjen keq që s'është analizuar ndonjëherë, unë në shkrimet e mia kam thënë në libra e këtu, po zëri nuk para dëgjohet, po vetë janë miliarda dollar dëm ekonomik që buron nga transporti rrugor. Se duke bërë me transport rrugor të gjitha importet, apo dhe eksportet, ka humbje kolosale, humbje, domethënë që kapin vlera miliarda, duke pas parasysh 30 ose 3 dekadat. Sepse s'kemi pasur Ekurudhë. Ekurudha ka kosta shumë më të lirë, edhe po aq më të lirë ka transport detar. Po kjo sigurisht do të ndryshojë gjithë fizionominë e biznesit të ekonomisë shqiptare, sepse do fillojnë mineralet të bëhen me Ekurudhë, fruta perimet me Ekurudhë dhe gjithçka tjetër. Por them që ka kosta të mëdha, se për shembull po marrim rrugën e Durrës Gjakov, ka kosta shumë të larta. Shkon gati 3 miliardë gjys. A do të ketë në fakt, le të themi, një tërheqje të më shumë investimeve nga Bashkimi Evropian pikërisht pas, le të themi, ezaurimit të këtij fondi të vënë në dispozicion? Sigurisht që do ketë, domethënë Ekurudha dhe ashtu si është ideu, më fjalë që do jetë elektrike me shpejtësi 80 deri në 120 km/h, do të jetë shumë efektive, do të ketë efektivitet e rentabilitet, do të japi goxha ekonomisë shqiptare. Dhe ndotja mjedisit e janë shumë faktorë që e bëjnë Ekurudhën të japi prioritet. Sepse llogarit mbi 10.000 kamiona që ka Shqipëria, që domethënë shkakojnë gazat të tmerrshme, dioksid karboni. Domethënë, këto lloj transporti reduktohen edhe i shtohet Ekurudhës, që është transporti pastër. Një pjesë e rëndësishme e pikës në të cilën është mbështetur ky fondi akorduar nga Bashkimi Evropian është dhe trajnimi i punonjësve. Sa i rëndësishëm është trajnimi i punonjësve në këtë sektor? Po kryesisht në këtë trajnimi punonjësve do jenë këto mashinistat, i themi ne. Mashinë quhet lokomotiva.
mashinista. Ata po, se ajo garda vjetër ka hikur, ka dalë pensione, nuk para ka më. A kemi në fakt në treg për të implementuar në këtë sektor? Ja, për momentin nuk kemi, do duhet të trajnohen një pjesë nga këta, po dhe personeli inxhinierët teknik, dhe më thënë duhet trajnohet. Cilat janë sfidat kryesore me të cilat Shqipëria mund të haset për të përafruar sa më shumë të jetë mundur me të gjitha standardet që Bashkimi Evropian kërkon në infrastrukturën hekurudhore? Mendimi im është që duke qenë se jemi nga pika zero. Kjo do një shpejtim të procesit. Në qoftë se ne do hecëm me këto hapa, dhe më thënë, ndoftë nuk kapim as vitin 2030. Që parashikimi, 2030 e parashikojnë to. Sepse nga llogaritë që bëj unë, duhen më shumë se 5 miliard euro që të funksionojë hekurudha. Atë fillon jep impaktin. Në më thënë, hekurudha në eksport-importet, në më thënë, edhe në tregun e pasagjerëve, në më thënë, që do të shkojë 2.5 dhe 3 milion pasagjerë në vit, në më thënë, duke pas parasysh edhe kostat e ulta të transportit të udhëtarëve, do të ketë një efektivitet të jashtëzakonshëm. Mjaftot përmendim, më thënë, shqiptarët e Kosovës që vinë me tren e tikin me tren, në më thënë, është levërdi e madhe. Pra ju mendoni që përpos anës ekonomike e cila tani më ndoshta nuk do të ketë këtë dëmin të cilën ju e përmendët pak më herë, do të ketë edhe një impakt pozitiv edhe në industrinë e turizmit. Patjetër, domethënë do ketë impakt pozitiv nga pikpamja sociale, që njerëzit lëvizin me trena, domethënë ashtu sikurse në gjithë botën. Domethënë prioritet transport hekurudhor sot po bëhet çudia, për shembull, po marr Kinën. Kina domethënë i zhvillim të jashtëzakonshëm, domethënë deri 600 km/h, në shpejtësia e treneve. Por kjo do marri kohën e vetë, ke ne, sepse janë vepra arti, vetëm ura janë 112 vepra arti. Do jenë tunele shumë. Dhe më thonë, sigurisht që edhe në këtë aspekt kosta do jetë. Nga ana tjetër, do të kemi një rijetëzim, le të themi, të gjithë zonave në të cilat pritet që të kaloj kjo të gjitha linjat hekurudhore që janë në projekte? Po, këtu të shi ngele për të thënë, për shumë kjo ka i financim nga buxheti i shtetit për hekurudhën Rogozhinë Fier Vlorë. Është në fazën e studimit të fizibilitetit. Kur të japi përgjigje në më tonë studimi, atëherë do duhet financohet, për do fond goxha ajo që të bëhet. Atëherë, them që gjithë pjesa, se Shkodra do bëhet pothuajse e re, gjithë hekurudha, janë gjurmë të reja, me shumë vepra arti, tunele, por do bëhet, dhe 2030, unë shpresoj që do bëhet. Edhe buxheti i shtetit nuk do jetë ky që sot, por do jetë shumë më i madh. E duke pasur kaq shumë fokus edhe në infrastrukturë, mendoni se këto projekte hekurudhore do të kenë më shumë në fokus transportin e mallrave apo atë të pasagjerëve? Të dyja bashkë, nuk ndahen ato, sepse thash parë që transporti rrugor ha miliarda. Ka hënë miliarda, domethënë, edhe njerëzit për shembull nuk kanë biznese, nuk kanë ndërgjegjshme për shembull për të ndryshuar. Domethënë, se për shumë mund të bëjnë me transport detar, edhe mallin e marrin nga Durrësi në magazin. Duke pas parasysh evolimin e transportit në gjithë vendet e Europës, unë them që në transportin e madh do të kemi një boom, në transportin e madhëve, sidomos në minerale e perime, fruta perime. Pastaj sigurisht që dhe pasagjerët, domethënë, kanë nevojë të udhtojnë më komod. Sa gati jemi ne për të përshafuar, le të themi, këtë mënyrë transporti, ndoshta shumë të domosdoshme dhe shumë të nevojshme, duke marrë në konsiderat të gjithë metrat katror të Shqipërisë nga veriu në jug? Vjen keq të them që akoma jemi gati. Nuk jemi gati akoma, sepse kërkon fond shumë, hekurudha kërkon fonde shumë, fondet të jashtëzakonshme. Përpos pjesës së fondeve, bizneset, por edhe individët. Ashtu duhet një oficinë, një uzinë. Një oficinë e madhe duhet magazine pafund. Si ka patur, kështu ka qenë hekurudha. Me magazine pafund, u shkatruan, u prishën. Madje prishën edhe shinat, i shiten për skrap në 97-ën. Kështu që them që vashavarë do të bëhet, për deri në 2030 do kemi ato rezultate të para,
Do të kemi rezultate para, sigurisht pozitive, nuk diskutohet. Pastaj pa pasapi, domethënë, Ku qëndron Shqipëria në raport me vendet e rajonit dhe këtë duhet marrë le të themi në konsiderat ose si një model me të cilën mund të përshtatet ose mund të përngjasojë në të ardhmen me të gjitha këto investime që pritet të ndodhin? në vend të BE-s, domethënë numrat 1, 2 janë Gjermania me Francën në transportin e korridorëve. Bile edhe po të shosh në bibliotekë, të kërkosh materiale të lexosh, janë vetëm gjermanisht e frëngjisht. Nuk ka gjuhë tjera. Kështu që ne shembull të tyre nuk e arrim dot. Nuk bëhet fjalë. Ne duhet matemi me bullgarët, me rumunët, me këto. Po me qenë se jemi të fundit që po e ndërtojmë, them që nga fundi do dalim para. Sa kaq nga ana tjetër, një projekt kaq i madh i shtrirë në disa degle, themi pritet që të ketë impakt edhe në tregun e punës. Sa gati jemi ne për të mbështetur këto projekte me krah pune? Me krah pune kryesisht do punëtor, domethënë e korrudha. Nuk do një shumë specializuar. Se një faturina për shembull nuk kërkon një specializim të madh. Apo një punëtor për shembull që mbush me lopat ato ballastat janë ato çakulli që domethënë nuk do një kualifikim të lartë. Një dhe dyta, nuk do jemi në ato pozita që të mbajmë 5.000 punëtor në grut, edhe ku 3.000, 2.000 punet, 3.000 jo. Në këtë kushte, kështu që po bëhet me korrudha, si po ndërtohet, me këtë projekte që kemi në dorë, them që do ketë numër të kufizuar punëtorësh. Si i shihni ju në afatgjat këto projekte, sa do të kenë mundësi që të ndihmojnë jo vetëm për integrimin tonë në Bashkimin Evropian, por gjithashtu edhe për të tërhequr akoma dhe më shumë turistë të huaj, të cilët e kanë shumë të domosdoshme që infrastrukturën ta kenë lehtësisht të aksesueshme kudo? Po, rëndësishme është që korrudha pikësynimin e ka që ne të lidhim me rrjetin ndërkombëtar. Nga njëra anë kemi Hanë e Hotit, domethënë segmenti që do ndërtohet nga Vora në Han të Hotit, që lidhesh me Malnezi dhe del edhe në linjën e Perëndim. Nga ana tjetër, është përfundu studimi i fizibilitetit i segmentit tonë, që pjesa jonë 3 kilometra është në Qafthan, për të bashku me Strugën. Edhe them, domethënë duke përfundu këto, themi që jemi shumë afër domethënë linjës ndërkombëtare. Sa kaq ndoshta është herët për të folur për pagesa edhe për biletat, të cilat pa diskutim që të gjithë ata që na ndjekin dhe pyesin se si do të varojnë dhe cilat do të jenë tarifat, por kam përshtypjen që do të jenë më ekonomike se sa transporti rrugor. Baton politika sociale. Po do jetë si puna avionit, për shembull, do vagon biznesi ti, shko, paguaj çik më shumë atje. Mendoni se do të kemi këto standarde edhe në këto projekte? Patjetër, po. Si janë të ndarë në fakt standardet nga njëra me tjetrën? Vagonat, ndahet vagoni. Vagoni për shembull ata që paguajnë për biznes do jenë atje. Sigurisht që do ketë edhe lokal, restorant, po në raport me vendet e tjera të Evropës ne kemi segmente shumë shkurtra. Për shembull deri në Gjakov 104 kilometra. Shkon për 3 orë deri në 5 orë kanë bërë projektin, po akoma nuk është definu që do jetë 3 orë, do të bëhet për 3 orë, por për 5. Cilat do të jenë distancat më të gjata dhe më të shkurtra që mund të përshkruajmë me këto projekte? Me këtë projektin kjo, Gjakovës është më e gjata 104, që ka 43 ura, ka 320 metra tunele, i elektrifikuar, dhe do ecë me shpejtësi rreth 120 km/h. Sa kaq nga ana tjetër, vazhdimisht jo vetëm në kryeqytet, por edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, ankohemi për trafikun e rënduar dhe për transportin rrugor, i cili pa diskutim që është jo vetëm i lodhshëm, por gjithashtu edhe i kushtueshëm, duke marrë në konsiderat jo vetëm çmimet e karburantit, por gjithashtu çmimet e parkimeve kudo nëpër Shqipëri. Si pritet që të japë frymarrje, le të themi, kjo infrastrukturë e re? Sigurisht që do të japë frymarrje transporti korridor, transport komod, transport domethënë jashtëzakonisht sot për sot në botë nuk ka transport më komod se sa transporti korridor. Sa i tek transport rrugor janë konferenca ndërkombëtare që bëhen, pathyse i vit shkak nuk bëhet vetëm ndotja e mjedisit, po bëhet edhe aksidentet. Vdesin çdo vit 1,5 milion njerëz.
Është një shifër alarmuese, 1,5 milion njerëz vdesin nga aksidentet. Edhe këtu, në Shqipëri, janë rritur aksidentet. Janë rritur si rezultat i përdorimit edhe të moshave të reja fare, po dhe të ati brezi personë që janë përdoruar droge. Mendoni se jemi, le të themi, gati për të përshafuar këtë mënyrë të re të infrastrukturës, apo do vazhdojmë të qëndrojmë besnik tek makinat për të siguruar transportin në për Shqipëri? Të dyja bashkë. Sigurisht që vetura ka vend në vetë, ndofta ato me naftë, benzinë do i lërë në vendin e veturave elektrike. Në thotë se është detyrë imediate për kuçit që jemi. Po, Ekorrudha nuk e zëvendëson, se cili ka rolin e vetë. Ekorrudha më ka taku me po të thëshin gjitha Europën. Është shumë komode. Po ka aq më tepër kur janë edhe me vagona fjetje, dhe më thënë, ka është i komoditet jashtëzakonshëm. Sa ka çfarë mund të bëjmë më mirë ose në mënyrë korrekte, jo vetëm për të përligjur të gjithë investimet që Shqipëria ka thithur tani më për këto projekte të rëndësishme, por edhe për t'i zbatuar ato në kohë e për t'i bërë funksionale sa më herët. Ka një ndryshim, sepse një pjesë nga fondet që jep BE-ja, ata jo vetëm që i kontrollojnë, po dhe i tenderojnë. Kështu që, do të thënë, jemi në kohë tash, edhe për shkak të kësaj. Ai te para, se ngati 200 milion janë grande, që para të falura. Ndofta do kemi edhe pjesë tjera, se kur vi puna ke mjetet lëvizse, të cilat kushtojnë vagona, se si marrim do në Francë, për shembull, vagonat. Se në Francë kushtojnë, do t'i marrë diku në Algjeri. Për shembull, që unë kam parasysh sa kushton çmimi. Po do i marrë një vend, më thonë, të botës 2 apo 3, më thonë, që të bosh treni këtu. Kështu që avash deri në 2030, ky është projekti i qeverisë. A do të mund të përfundojnë 2030? Unë them që puna e nisur është e mirë, më thonë edhe do vazhdojnë në këtë ritëm. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe për të gjithë analizën. Faleminderit.